Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Punoj si psikologe vipash dhe çfarë s'më kanë dëgjuar veshët. Unë jam Elsa, 34 vjeçe dhe punoj si psikologe për klient VIP në një klinik private. 3 vite më parë nuk e kisha imagjinuar se një vend pune kaq i qetë do të bëjë arena e historive të ndaluara, të fshehura dhe shpesh traumatike. Çdo ditë është një dhomë e re, një fytyrë e re, një histori që nuk shfaqet kurrë para kamerave apo rrjeteve sociale. Si për të mësuar dhe për të ndihmuar njerëz. Nuk e kisha idenë që do të bëhesha dëshmimtare e dramave të fshehta, shpesh të tmerrshme. Ditën e parë që u takova me klientët e parë, u futa në një dhomë me një këngëtare shumë të famshme. E njohur për stilin e saj të bukur, prezencën e fortë, ajo hyri e ulur me sy të fryrë nga lotët. Nuk foli menjëherë, por eshtja e saj ishte më e zëshme se çdo fjalë. Jam e lodhur Elsa, jam e lodhur nga gjithë njerëzit që shoh çdo ditë. Më tha ajo, që aty kuptova se jeta e famës nuk është as pak si duket. Ajo më tregoi se pas buzëqeshjes dhe veshjeve luksoze, ndihej e vetmuar, e përdorur dhe e paragjykuar. Çdo fjali e saj më lëndoi si një shpatë e fshehur. Në këtë dhomë jam unë, jo ajo që shohin të tjerët. Më vonë kuptova se ishte një zakon për këta njerëz. Çdo pasuri, çdo sukses publik mund të fshihte një boshllëk emocional që askush nuk mund ta shihte. Një aktor tjetër i njohur ka ardhur një natë jashtë orarit, i nervozuar, i dridhur dhe i stresuar. Ai vuante nga ankthi dhe paranoja. Më tregoi se ndihej gjithmonë në vëzhgim, i shqetësuar për çdo gabim, çdo fjalë që mund të publikoheshin. Kam frikë t'i tregoj policisë sepse disa nga ata që më presin janë pjesë e lojës, tha ai. Ai nuk fliste për të më impresionuar, thjesht i kërkonte faktikisht gjërat për t'i dëgjuar dikush pa e gjykuar, dhe unë këtë bëra. Pa e kuptuar, ndjeva një barë të rëndë mbi shpinë. Nuk isha thjesht psikologe, por një dëshmimtare e heshtur e shqetësimeve të njerëzve që ishin të famshëm në fusha të ndryshme. Një biznesmen i njohur erdhi një herë në klinik, duket shumë i qetë për publikun, por kur u ul, mbylli derën pas vetes dhe uli kokën. Ai ishte i lodhur nga martesa, nga pritshmëritë e familjes, nga njerëzit që afroheshin vetëm për interes. Gruaja më urren, fëmijët më shohin si një bank. Unë kam gjithçka, por jam i vetmuar, tha ai me zë të ulët. Dhe aty kuptova se asnjë pasuri nuk mund të zvendësonte humbjen e dashurisë dhe të respektit të sinqertë. Ai më rrëfeu se ndihej burgosur në një jetë të shfaqur perfekte, por të brendshme e shkatruar. Një histori tjetër që më ka tronditur shumë ndodhi me një influencer me miliona ndjekës. Kur hyri në zyrë, buzëqeshja e tij ishte perfekte, por sytë e tij ishin ata që flisnin një gjuhë krejt tjetër. Ai më tha, po jetoj një jetë që nuk është e imja, çdo ditë luaj një rol që unë e urrej. Ai më tregoi se për çdo foto, çdo postim, çdo video, ndihej i mbingarkuar, i stresuar dhe i pashpresë. Të gjithë më duan, por askush nuk më njeh, më tha ai. Nuk dija si të reagoja, në ato minuta kuptova se fama nuk shpëton njerëzit nga vuajtjet e tyre. Përkundrazi, i detyron të fshihen pas maskave të bukura, derisa një psikolog si unë i dëgjon. Çdo ditë është një aventurë e re. Ndonjëherë shoh pasagjerë që nuk do ta mendoja kurrë që ndodheshin ato situata të çuditshme. Kam mësuar një gjë shumë të rëndësishme. Të jesh psikologe për VIP-ët nuk do të thotë të jesh dëshmimtare e heshtur e jetëve të tyre të vështira. Ndonjëherë i dëgjon ata që qajnë për dashurinë e humbur, për marrëdhënie që nuk funksionojnë, për frikën e izolimit. Më kanë treguar histori që nuk mund të imagjinohet, çifte që nuk flasin për muaj, njerëz të fuqishëm që ndihen të pambrojtur, figura publike që kanë gjithçka përveç lumturisë. Sot vazhdoj të shkoj në punë çdo mëngjes. Çdo klient sjell një histori tjetër, një fytyrë tjetër e famës që nuk duket fare në ekran. Çdo ditë mësoj se sa pak e din njerëzit për vërtetësinë e jetës së atyre që admirojnë.
Në zyrën time nuk ka kamera, nuk ka publik, ka vetëm të vërteta që nuk duhet të shfaqen. Dhe unë i dëgjoj, i ruaj dhe përpiqem të mos lëndohem nga barat e tyre edhe pse shpesh nuk mundem. Sepse në botën e vipave gjithçka që duket e bukur është vetëm maska. Dhe unë jam ajo që dëgjon fytyrat pas maskave.